nisur kjo pra nga varësia e fëmijëve pikërisht nga teknologjia, këtë problematik do ta trajtoj më gjërësisht në këto momente ku në studio është bashkuar me mua psikologja Eksena Qirici. Zonja Qirici, mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Së pari, nga këndvështrimi psikologjik, si ndikon përdorimi i pakontrolluar i teknologjisë në zhvillimin emocional dhe formimin e personalitetit tek fëmijët? Si çdo gjë e pakontrolluar, si çdo sjellje, sigurisht që ndikon në aspekt emocional, duke e çekulibruar, duke e dëmtuar dhe duke sjell edhe pasoja të vështira. Personaliteti si një element shumë i rëndësishëm që qëndron në kohë në raport me individin, duke çekulibruar ky faktor emocionin, do ndikojnë që këto çegullime, këto lloj vështirësi të zgjasin në kohë dhe ta shoqërojnë njeriu edhe kur rritet. Dhe prandaj sot ka marrë një vëmendje të shtuar teknologjia, sepse po shihen më shumë çrregullime, po shihen më shumë pasoja negative, të cilat duken që do të qëndrojnë gjatë në kohë me adoleshentin apo me fëmijën e sotëm. Në fakt, unë doja të sqaroja diçka edhe nga studimet që kryen vazhdimisht. Pra, nuk është se është në kundërshtim të plot që mos të përdoret teknologjia, pra, por të jetë e kufizuar në disa orare të caktuara, apo jo? Patjetër. Se shpeshherë abuzohet mos përdorin teknologjinë. Jo vetëm kaq, dhe kjo lloj fjalie bën që shumë prindër të veprojnë në mënyrë ekstreme dhe ta marrin në mënyrë agresive këtë mjet që është shumë i rëndësishëm. Pra, sot do e pranojmë që kjo është një armë e cila ashtu si të vret, ashtu dhe të mbron. Dhe e rëndësishme është që sot, duke qenë se teknologjia po merr zhvillime, jo vetëm që nuk po reduktohet, por merr zhvillime në fusha të ndryshme, është e nevojshme që tashmë të informohemi. Pra, ka ikur koha e moralit, e të thënit mos, që shpesh ne e kemi si pjesë. Mos më tepër e kam për rrjetet sociale që qëndrojnë me kohë gjata. Por ndërkohë rrjetet sociale marrin një zhvillim të cilën nuk e kanë pikërisht. Pra, zhvillohen më shumë lojra, kanë qëllime të ndryshme dhe shpesh pretendohet që këto lojra ndërtohen në mënyrë të tillë për ta bërë njeriu edhe më të varur, pra për ta tërhequr, sidomos fëmijët që janë në zhvillim e sipër, për ta tërhequr edhe më shumë ndaj teknologjisë. Ndërkohë, çfarë ndikimi ka ekspozimi i hershëm ndaj ekraneve në zhvillimin e trurit, vëmendjes dhe aftësive sociale të fëmijëve? Sigurisht, nëse flasim për fëmijët, të cilët zhvillimin e tyre të trurit dhe të gjitha aftësive të tjera sociale dhe psikologjike e zhvillojnë nga stimujt e jashtëm. Ekspozimin ndaj teknologjisë, të cilën të ofron çdo lloj stimuli të mundshëm, bën që nëse ti do të nxiteshe më vonë në jetën tënde, tani si fëmijë ti nxitesh shumë herët. Duke qenë e pamundur për të përballuar çdo lloj nxitje, kjo krijon më shumë mundësi që nesër si fëmijë të kesh më shumë vështirësi emocionale, psikologjike. Pra, fillon dhe ndryshon mënyrën e të menduarit, mënyrën se si përgjigjesh emocionalisht, dhe kjo bëhet edhe e qëndrueshme në kohë. Sepse pikërisht ndërhyn atë moment që ti je në zhvillim e sipër. Dhe prandaj alarmi është më i madh ndaj fëmijëve, sepse po u jep një formë që duam apo s'duam ne, po i sjell ose po i tregon pasojat e veta. Dhe sa rrezikshme është mungesa e kufive dhe e rregullave prindërore në raport me përdorimin e teknologjisë? Mungesa e rregullave të gjithë dim që në fund çdo kush bën sipas dëshirës së tij. Pra, nëse ne flasim që kjo teknologji po ndikon te fëmijët, se te çdo fëmijë ndikon në mënyra të ndryshme, sipas disa aftësive. Pra, nëse po ndikon tek çdo njeri ose tek çdo fëmijë në mënyra të ndryshme, dhe nëse nuk ka kufi dhe nëse nuk ka rregulla, çdo kush do bëj si e mendon, si e gjykon. Dhe nëse dikush bën si do, mund të jetë pozitive, por mund të jetë negative. Dhe ne po shohim që sjelljet që po ofrojnë rrjetet sociale, teknologjia, më shumë orientohen ndaj sjelljeve negative, sepse ato marrin më shumë vëmendje, që në teknologji përkthehen më shumë shikueshmëri dhe në fund më shumë para. Ka dhe një diçka shumë problematike në fakt, sidomos adoleshentët janë konfliktet online. Ato kalojnë në përplasje fizike, në opinionin tuaj, çfarë faktorësh psikologjik ndërhyjnë dhe pse fëmijët reagojnë kaq ashpër? Teknologjia nuk është i vetmi faktor. Pra, është një faktor i rëndësishëm, i cili përshpejton apo kalon shumë faktorë të tjerë. Një ngjarje apo një sjellje ndërtohet në jetën reale. Përse e përshpejton teknologjia, sepse aty ka shumë njerëz,
Ti nuk mbrohesh dot, sidomos për një adoleshent i cili është në formim e sipër, është në formimin kryesor të identitetit, të cilit më thënë çfarë përfaqëson ai, kush është ai. Dhe pikërisht duke ndërhyrë në këtë moshë kaq delikate, me një teknologji e cila nuk të mbron, po të ekspozon ndaj çdo kujt që ka një mendim pozitiv apo negativ. Dhe kjo bën që situata të përshpejtohet dhe të rritet në masa shumë më shpejt se ç'mund të rritej pa praninë e teknologjisë. Kjo është vështirësia e teknologjisë, që rrit shumë masën e ndodhisë një sjellje. Ndërkohë, gjua e urrëties që përdoret përmes të rinjve, pra në rrjetet sociale, nga vjen kjo, sa ndikon më konkretisht? Mendoj që dëmtimi i disa vlerave, sepse duke u ekspozuar në media çdo lloj sjellje, dhe duke qenë në një kulturë që gjykojmë shumë mbi vlerën dhe moralin, bën që çdo sjellje të gjykohet. Mos vallë ndihen dhe të mbrojtur pasi janë pas ekranit kompjuterit edhe... E vërtet, sepse ti thua një mendim dhe askush nuk të kundërshton. Dhe mendimi yt thuhet, por ai mendim mund të ketë shumë pasoja negative dhe kjo bën pra që teknologjia të marrë një zhvillim jo pozitiv, pra gjithkush shpreh atë çfarë do dhe sidomos këtë gjuhën e urrëties, të cilën në këtë lloj moshe për shkak të faktorëve, për shkak të neglizhencës, për shkak të faktit që nuk dëgjohen apo nuk kuptohen, për shkak të krizës që veç shkakton mosha, bëjnë që ajo të dalë jashtë funksionit teknologjia, se mund të themi që ka dhe efekte pozitive. Pra përveç se fokusohemi në efektet negative, por ka dhe efekte pozitive. Ajo që na shqetëson ne është pasojat negative, sepse jemi një kulturë shumë e vështirë për të përballuar gjithë këtë boom negativ që po krijon teknologjia. Dhe tek pasojat negative, ndikojnë ato në ndërtimin e identitetit tyre? Patjetër. Patjetër, sepse nëse ne jemi në krizë në raport me vlerësimin e vetes, kush jam unë, çfarë vlerash kam unë, çfarë morali përfaqësoj unë, duke ardhur me krizë, pra pa dhënë një zgjidhje, pa dhënë një model, sepse teknologjia nuk jep një model, i pranon të gjitha modelet. Dhe pikërisht duke mos patur një model, duke mos patur një mbështetje sociale, familjare, kulturore, të cilat thotë, jo, këto vlerat që ndrojnë, mos shiko ato që është në rrjetet sociale, po ti sheh në jetën e vërtet disa vlera. Dhe pikërisht ky konfuzion vlerash bën që kjo kriza ta kalojë adoleshencën dhe të mbartet me ty edhe kur ti e ke kaluar moshën pikërisht të adoleshencës. Ka diçka, zonjë Qirici, që mund ta themi mund të jetë edhe paksa qesharake. E bia komunikon me të ëmën, apo i biri me të ëmën apo me tatin, janë brenda një shtëpie dhe komunikojnë me mesazhe, madje duke hequr edhe efektin zanor të komunikimit, qoftë drejt për drejt apo qoftë dhe nëpërmjet telefonit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo tregon që komunikimi ka ndryshuar rregullat, por kanë nxjerrë Besoj është tepër i rëndësishëm dhe komunikimi qoftë dhe ballë për ballë. Sepse prandaj e cilësova që shpesh njerëzit e shohin teknologjinë si një mënyrë për të shprehur veten ashtu si duan ata. Pa barierat emocionale që ne mund të kemi. Pra, një fëmijë mund të ketë vështirësi në raport me prindin sepse mendon që nuk ndihet i kuptuar. Ka biseduar në forma të ndryshme dhe nuk ndihet i kuptuar. Ka dhe forma akoma më të thjeshta, mund të jetë në dhomën e gjumit, kërkon diçka dhe i shkruan prindrit me mesazh. Dhe kjo tregon që komunikimi nuk e ka prishur teknologjia. Pra, në jetën reale, komunikimi ka diçka që nuk shkon dhe nëpërmjet teknologjisë ti e kuron, e thënë kështu, ose e trajton këtë lloj vështirësie në komunikim me lehtësinë që të ofron teknologjia, sepse teknologjia nuk të përballet me emocionet. Dhe vështirësia më e madhe e një adoleshenti apo një fëmijë është pikërisht përballja me emocione ose me një prind i cili vazhdimisht e kritikon dhe nuk mundohet ta kuptojë, por vazhdimisht e kritikon dhe i thotë duhet bësh këtë, mos bëj këtë, hiq këtë, pra të gjitha këto janë urdhëruese. Dhe një fëmijë as pak nuk i dëshiron vetëm këtë formë komunikimi, dhe teknologjia e lehtëson komunikimin. Zonjë Qirici, kam dhe një pyetje të fundit. Franca miratoi ligjin për mospërdorimin e rrjeteve sociale të fëmijëve nën moshën 15 vjeç. Ndërkohë më herët ka qenë Australia, me sa di unë e para, që e miratoi këtë ligj. A jeni mendimit që ky ligj duhet miratohet edhe në Shqipëri, pra mos lejohen fëmijët nën moshën 15 vjeç të hyjnë në rrjetet sociale? Sigurisht që ligji është një formë e të rregulluarit të shoqërisë. Duhet ta përputhim edhe me vendin ku ne jetojmë. Ne kemi shumë ligje të mira, por shohim që në terren ato nuk gjejnë zbatim. Pra edhe mbyllja e TikTokut u pa që nuk dha zgjidhje sepse u gjetën metoda alternative. Futen forma pirate. Sepse e ka marrë tashmë formën e zhvillimit teknologjia dhe sa do ta kufizojmë ne,
nuk është zgjidhja 100% ose reale e problemit. E rëndësishme është të hymë në kulturë, të hymë në shoqëri dhe të shohim cilat janë vështirësitë reale të kulturës sonë, sepse nuk mund të krahasohemi si kulturë me Francën apo me Australinë. Ka një nivel tjetër zhvillimi, ka një nivel tjetër njohje me teknologjinë, sepse teknologjia është mjet inteligjent. Pra, ne duhet të dimë sa inteligjencë dhe sa informacion kemi ne dhe sa e përdorim atë në funksion të mirë dhe jo negativ. Zonja Qirici, faleminderit. Faleminderit dhe ju.